Pra, pyetja që shtrohet është kjo. Apo na bën më shumë dëm se sa mirë ajo filxhani kafes së mëngjesit? E dim që na jep atë shtysën e nevojshme, por a ka një anë tjetër, më të errët, sidomos kur flasim për ankthin? Le ta zbulojmë. Dhe për të kuptuar sa e përhapur është, mjafton të shohim këtë shifër. Mbi 90% e njerëzve në Shtetet e Bashkuara konsumojnë kafeinë çdo ditë. Po, çdo ditë. Domethënë është absolutisht kudo, jo vetëm te kafja, por edhe te çaji, pijet energjike, madje edhe çokolata. Është bërë pjesë e kulturës son, diçka që na ndihmon të nisim ditën dhe të qëndrojmë të përqendruar. Por pikërisht këtu gjërat komplikohen. Kjo energji ka një çmim. Për shumë njerëz është si një shpatë me dy tehe. Nga njëra anë e duan atë ndjesinë e energjisë dhe kthjelltësisë, por nga ana tjetër vijnë ndridhjet, nervozizmi e madje edhe ankthi. Pra, është tamam një marrëdhënie dashuri urrejtje me filxhanin e kafes. Dhe ja cilat janë disa nga ato efektet anësore. Ndjesia e të qenit nervoz, mendime që vrapojnë pa pushim, rrahje të shpejta zemre, tension muskular, atingëllon e njohur, këto janë përjetime shumë të zakonshme. Dhe pjesa më interesante, këto ndjesi fizike janë praktikisht identike me simptomat e një ataku ankthi, dhe besojeni, kjo nuk është as pak rastësi. Mirë, atëre le të hym pak më thellë në shkencën që fshihet pas kësaj. Pse tamam na bën kafeina të ndjemi kështu? Çfarë po ndodh realisht brenda trurit ton kur pim atë filxhanin e kafes? Okej, për të kuptuar se si vepron kafeina, duhet të flasim fillimisht për një molekull të quajtur adenozin. Mendojeni këtë si pedalin natyral të frenimit të trurit. Gjatë gjithë ditës, ndërse jemi zgjuar, adenozina grumbullohet dal nga dal në tru, dhe sa më shumë grumbullohet, aq më të përgjumur dhe të relaksuar ndihemi. Është sinjali i trupit që thot, hey, është koha të ngadalësosh. Dhe pikërisht këtu hyn në lojë kafeina. Molekula e kafeinës i ngjan aq shumë adenozinës sa që arrin të mashtrojë trurin dhe të zërë vendin e saj te receptorët. Kështu, hapi i parë, kafeina bllokon pedalin e frenimit. Rezultati, hapi i dytë, vigjilenca jon rritet menjëherë, sepse truri nuk merr sinjalin për t'u qetësuar. Por, nuk mbaron me kaq. Trupi e ndjen këtë dhe mendon se diçka nuk shkon. Kështu që aktivizon sistemin e alarmit, ato që njihet si reagimi lufto ose ik. Kjo çliron një val hormonesh stresi si adrenalina dhe kortizoli. E pra, ky është saktësisht i njëjti reagim që ndodh kur përballemi me një rrezik të vërtet dhe ja pse shkakton ato ndjesitë fizike të ankthit. Kjo na sjell natyrisht te pyetja që ndoshta e bën kushdo që pi kafe. Po mirë, sa është tepër? Cili është ai kufiri ku kafeina pushon së qenien një ndim dhe kthehet në një problem, në një shkaktues ankthi? Po, sipas administratës amerikane të ushqimit dhe barnave, FDA, ekziston një shifër orientuese. Dhe ajo shifër është 400 mg. Kjo konsiderohet sasia e sigurt ditore për shumicën e të rriturve të shëndetshëm. Për ta vënë në perspektivë, kjo është e barabartë me rreth 4 filxhan të vogël kafeji. Por, dhe ky është një por shumë i madh, kjo shifër 400 mg nuk është një rregull i prerë për të gjithë, absolutisht jo. Ndjeshmëria ndaj kafeinës është diçka tejet individuale dhe varet shumë shpesh nga gjenetika. Për dikë që vuan nga ankthi ose që metabolizon kafeinën më ngadalë, simptomat mund të shfaqen me doza shumë më të ulta. Po flasim për rreth 100 apo 200 mg që bie vetëm një filxhan i vetëm kafe. Le t'i hedhim një sy kësaj tabele, sepse tregon fare qartë se sa shpejt mund t'i arrijmë këto kufi. Një kafe e zjerë, për shembull, mund të ketë deri në 200 mg. Pra, vetëm një e tillë në mëngjes dhe dikush mund të jetë tashmë në pragun e ndjeshmërisë. Po sikur pas dite të pish edhe një pije energjike, atëherë kufiri i sigurt kalohet pa problem. Kjo na tregon se sa e lehtë është në fakt të konsumosh më shumë se ç'duhet pa e kuptuar fare. Mirë po, historia e kafeinës nuk mbaron këtu. Nuk mund të flasim për konsumin pa përmendur edhe anën tjetër të medaljes. Çfarë ndodh kur përpiqesh ta lësh? Po flasim për tërheqjen. Kur trupi mësohet me kafeinën, ndalimi i saj mund të jetë, le të themi një proces as pak i këndshëm. Dhe duhet ta dini, kjo nuk është thjesht diçka që njerëzit e imagjinojnë. Tërheqja nga kafeina është një gjendje mjekësore e njohur dhe simptoma kryesore, siç thotë edhe ky citim, është dhimbja e kokës. Deri në 50% e rasteve raportojnë. E dini pse ndodh kjo? Kafeina i ngushton enët e gjakut në tru. Kur ndallon sëpiri, ato zgjerohen papritur
dhe ky zgjerim shkakton dhimbjen e tmerrshme të kokës. Ja pra, misteri u zgjidh. Ja një lloj harte kohore asaj që mund të pritet. Zakonisht simptomat fillojnë brenda 12 deri në 24 orësh. Pastaj ato arrin kulmin e tyre diku rreth ditës së dytë dhe mund të jenë vërtet të forta sa të pengojnë aktivitetet e përditshme. Por ka edhe një lajm të mirë. Zakonisht brenda 2 deri në 9 ditë gjithçka fillon të qetësohet dhe simptomat largohen, ndërsa trupi përshtatet me realitetin e ri pa kafeinë. Okej, tani që i pam të gjitha këto, lind pyetja. Çfarë mund të bëhet? Si mund të menaxhohet marrëdhënia me kafeinën apo edhe të hiqet dorë prej saj, pa kaluar në atë dhimbjen e tmerrshme të kokës? Le të shohim disa strategji konkrete. Sekreti kryesor është ky: mos e ndaloni menjëherë. Reduktimi gradual është mënyra më e mirë. Hapi i parë: kuptoni sa kafeinë po konsumoni realisht çdo ditë. Mbani shënim. Hapi i dytë: filloni ta ulni sasinë, por shumë ngadalë, për disa javë. Një truk i mirë është të përzieni kafen normale me atë pa kafeinë, duke shtuar pak e nga pak më shumë nga kjo e dyta. Hapi i tretë: pini shumë ujë. Hidratimi është aleati më i mirë kundër dhimbjes së kokës. Dhe së fundi, hapi i katërt: gjeni një ritual të ri. Në vend të pushimit të kafes, bëni një shëtitje të shkurtër ose pini një çaj bimor. Kjo ndihmon të thyet edhe zakoni psikologjik. Dhe kjo na sjell te pika më e rëndësishme e gjithë kësaj analize. Qëllimi nuk është të demonizojmë kafeinën apo ta shpallim armik. As pak. Qëllimi është të kemi një konsum të ndërgjegjshëm, të marrim kontrollin, të kuptojmë se si ndikon ajo në trupin ton specifik dhe të gjejmë një ekuilibër që funksionon për ne, një ekuilibër më të shëndetshëm. Pra, informacioni dhe mjetet janë këtu. Tani, pyetja e fundit është personale për çdo që dëgjon. Duke menduar për mënyrën se si ndiheni çdo ditë, për cilësinë e gjumit, për nivelet e stresit, a do të ishte e dobishme të rishikohej marrëdhënia me kafeinën? Të reflektohet mbi këtë pyetje. Ky është ndoshta hapi më i rëndësishëm.